Agenti i Neymar po punon për rikthimin në futbollin evropian. Sipas raporteve nga Sport, Zahavi ka qenë në bisedime për të aranjuar një lëvizje të mundshme për Neymar në Barcelonë ose Bayern gjatë afatit kalimtar të verës. Agenti, i cili luajti një rol kyç në transferimin rekord të Neymar nga Barcelona te Parisi në 2017 dhe kalimin e tij të mëvonshëm te Al Hilal, tani po punon për një tjetër transferim të profilit të lartë për sulmuesin brazilian. Chelsea dhe Liverpool synojnë sulmuesin e Real Betis Rodriguez. Chelsea dhe Liverpool raportohet se po përgatiten të përballen kok më kok për nënshkrimin e anësorit të Real Betis, Jesus Rodriguez, sipas Daily Mail. Spanjolli i ri, i cili përfaqëson vendin e tij në nivelin 19, ka një klauzol lirimi prej 50 milion euro në kontratën e tij. Rodriguez fillimisht luajti në të djathtë, por më vonë u zhvendos në të majtë për të akomoduar të huazuarin e Manchester United, Antony. Me reputacionin e tij në rritje, një lëvizje në Premier League mund të jetë në horizont. Sipas The Guardian, Maino është i vendosur të refuzojë një kontratë të re dhe të kërkojë një largim nga United këtë verë. Mesfushori nuk ka arritur ende një marrëveshje të re me djajt e kuq, pasi ai dhe përfaqësuesit e tij po kërkojnë një rritje të pagës së tij bazë prej 20.000 paunde në javë. United beson se ai ende mund të bindet për të zgjatur kushtet e tij, por ai do të ishte i hapur për një lëvizje jashtë vendit. Bruno Fernandes po mendon largimin nga Manchester United. Humbja e lojtarit portugez do të përfaqësonte një goditje të madhe për djajt e kuq, pasi ai është kapiteni i klubit në Old Trafford dhe i vetmi lojtar që po fiton çfarëdo lloj kredie për momentin.